që t'jemi drejt si rezultati luftës dhe konfliktit në Gjirin e Arabisë, në të gjithë botën po luftohet që të mos rriten çmimet. Dhe të gjitha vendet, qoftë Ballkanit Perëndimor, qoftë Evropës, po marrin masa. Po këtu te ne çfarë po ndodh? Pse rriten çmimet me një herë të nesërën e ditës që ka një konflikt botëror? Këtu sigurisht situata është përgatitur për vite me radhë. Qeveria shqiptare e ka lënë moçalin e karburanteve që të zhvillohet e të rritet e tillë, vetëm si rezultat i kapjes së këtij tregu. E ka lënë nëpërmjet një politike taksash, nëpërmjet mungesës së kontrollit, nëpërmjet një pakice që e ka kapur këtë treg, ndërkohë që qeveria shqiptare duhet kishte marrë masat e para, sepse ashtu siç njohu edhe qeveria, rritja e çmimeve vjen si rezultat i taksave të larta. 60% e çmimit karburanteve janë taksa. Dhe kjo ngarkesë e madhe taksash është barra kryesore mbi qytetarët. Ndërkohë që barra e dytë është shteti. Barra e dytë është shteti që nuk kontrollon, shteti që hesh, shteti që bëhet pjesë, shteti që nuk lejon konkurrencën. Kjo është arsyeja sepse në të gjithë botën, edhe si rezultati i konfliktit, çmimet mund të kenë tendencë presion për të rritur, por nuk rriten. Këtu tek ne rriten. Kjo krizë është direkt nga karburanti në xhepa e qytetarëve shqiptarë e ushullur këmbgryq edhe në tryezat e çdo familje. Këtë sistem duhet ndryshojmë, sistemin e pandershëm socialist.